Avokat, si e komentoni situatën politike më të fundit në Shqipëri, protestat dhe refuzimin e Ramës për të larguar? Është fatkeqësi në fakt që një kryeministër i një vendi të bullizoj apo të shpërfili protestat e qytetarëve. Edhe se numri i tyre nuk do të ishte ai që është me qindra mijëra, përsëri kryeministri do të kishte një respekt. Pra që është në demokracitë perëndimore. Minority ruling, që do thot pra në koncept që duhet të respektohet. Pra majority rules, minority is respected. Pra duhet të respektohet pakica. Në rastin konkret, edhe nëse Rama pretendon se janë 800.000 votues të cilët kanë votuar për të në zgjedhjet e mëparshme, ai përsëri duhet të dëgjojë zërin e qytetarëve. Ndërsa nga pikpamja e organizatorëve, unë do thoja që protesta tashmë pas një kohe të tillë, 3 javësh e më shumë, duhet të strukturohet nga pikpamja ligjore. Pra vetëm pas 3 javësh kanë dalë kërkesat e plota se çfarë kërkojnë protestuesit. Nëse unë do t'i këshilloja protestuesit, është e kollajshme t'i thuash por që të protestosh është më e vështirë. Dhe unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për çdo qytetar i cili ka marrë kohën e tij për të protestuar për të drejtat e tij. Qytetarët nuk janë kundër investimeve të huaja. Dhe kjo është qëndrimi kryesor. Por qytetarët janë kundër mungesës së transparencës, grabitjes pronës dhe papërgjegjshmërisë së qeverisë dhe në dhënien e investimeve strategjike, të investimeve të pronave private apo të pronave shtetërore. Në këtë kuptim, pra kemi një mungesë të madhe të transparencës së qeverisë, e cila është zgjedhur për të drejtuar dhe për të informuar në mënyrë të vazhdueshme qytetarët. E qartë. Protestuesit nuk janë vetëm kundër qeverisë, që nga nisja e këtyre protestave kanë pasur një slogan Ramanburg, Berishanburg, dhe janë shprehur kundër të gjithë klasës politike të këtyre 35-36 viteve të fundit që nga shembja e komunizmit. Si e shikoni zgjidhjen në këtë realitet dhe a mendoni, a besoni që do të kemi një frymë të re dhe mbase edhe një forcë të re politike e cila do të, si të themi, do të shkërmoq të vjetrën dhe do të ndërtojë një Shqipëri të re, ashtu siç e kërkojnë protestuesit në thirrjet e tyre? Unë jam njëri i ligjit, unë nuk jam për dënime popullore, publike, në koncept Ramanburg apo Berishanburg. Unë jam për një proces ligjor. Nëse parulla do të ishte Rama përpara drejtësisë, ose Rama para gjykatës, do të ishte më arsyeshme, sepse duke paraqitur konceptin Rama para gjykatës ose para drejtësisë, kjo do thotë që protestuesit dhe organizatorët janë një alternativë e mundshme, ligjore, e besueshme për qytetarët dhe për bashkësinë ndërkombëtare, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Bashkimin Evropian. Pra thënë ndryshe, Burg, Ramanburg, Berishanburg apo epitetet, pra thirrjet e tilla nuk i përkasin një niveli të një lëvizje e cila praktikisht boshtin e saj duhet ta ketë ligjshmëri. E thënë ndryshe, unë do të mendoja se do të ishte më e udhës që në këtë periudhë përtej këtyre parullave të propozoheshin iniciativa konkrete ligjore. Pra, nëpërmjet profesionistëve të diasporës apo në Shqipëri, të cilët do bënin paketa të gatshme ligjore për ndryshimin e ligjit për investimet strategjike, për ndryshimet e autoritetit të KKT-s, Këshillit Kombëtar të Territorit, për ligjet e kadastrës, për ligjet e pronave, dhe me një paketë të tillë, ata do të paraqisnin alternativën e tyre. Mund të merre iniciativa në bazë të denit 81 të Kushtetutës. Iniciativa ligjore për propozimin e ligjeve apo projekt ligjeve të ndryshme. Në bazë të denit 81 të Kushtetutës,
zgjedhësit me 20.000 vota, mund të regjistrohen kyçëzor, ka një procedurë të saktuar dhe mund t'i propozojnë. Nga ana tjetër, vetëm në këtë formë, ata mund të bëheshin besueshëm për qytetarët dhe për bashkinë ndërkombëtare që në mbështet. Nga ana tjetër, do të duhet që grupi organizator duhet të njoftojë nëpërmjet shkresave konkret ligjvënës të rëndësishëm evropian, ligjvënës të rëndësishëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Departamentin e Shtetit, ambasadat e huaja, se cili është plani konkret i ligjshmërisë së veprimeve të tyre dhe paraqitja dhe prezantimi i tyre si një alternativë besueshme përballë një qeverie e cila sipas tyre ka humbur legjitimitet. Pra në këtë kuptim, lëvizja nga një revolucion i rrugës, nga një rebelim dhe protest, strukturohet në një lëvizje pa qenë nevoja të artikuloj bindjet majta djatha qendrës politike, por alternativa të besueshme të cilat i shërbejnë interesave të qytetarëve dhe interesave të